Zoti ju bekoft në mënyrë madhështore dhe dhënd një shi bekimesh për të gjithë ju. Motra dhe vëllezër të dashur, ju që jeni këtu me mua, dhe të gjithë personat, vëllezrit, motrat, personat që i bashkohen mësimit të sotëm, personat e rinj në kish, personat që ende nuk janë mbledhur në ndonjë nga kishat tona, por që u pëlqen të shohin mësimin, një përshëndetje me shumë përzemërsi për të gjithë ju. Zoti ju bekoft në mënyrë madhështore. Mëshira e Perëndis, dashuria e Tij, falja e Tij qofshin mbi të gjithë ju, mbi të gjithë ne. Kështu që sot jemi gjithashtu këtu për të nderuar Zotin, për të përlëvduar emrin e Tij, për ta madhëruar dhe për të lartësuar emrin e Perëndis ton, emrin e Zotit ton Jezu Krisht. Jemi këtu në reflektimin e ungjijve dhe këtu Zoti po na mëson përmes Biblës, po na mëson fjalën, doktrinën, urdhërimet që Perëndia dikur në të kaluarën ja dha Mojsiut që ai t'ia mësonte popullit. Ato urdhërime, ajo fjalë, ajo doktrinë, ato urdhra, dekrete nuk kanë skaduar. Vazhdojnë të jenë të vlefshme dhe sot fryma e shenjtë po na ndihmon të vazhdojmë të ndjekim këta hapa, të vazhdojmë të ndjekim këta parametra dhe të kërkojmë Perëndin ton, atë Perëndi të fuqishëm që është i njëjti që ishte dje dhe që është sot dhe do të jetë përjetë. Ai nuk ka ndryshuar, ai nuk ndryshon, ai nuk del nga moda, ai nuk modernizohet, nuk përditësohet sepse ai ka qenë gjithmonë i njëjti. Kështu që ne këtu e lartësojmë Zotin me praninë ton, duke u mbledhur për të lavdëruar emrin e Tij, për t'i lënë problemet jashtë, për një moment lëm trishtimet, gjërat që mund të na kenë ndodhur në jetë dhe tani do ta gëzojmë zemrën ton duke lavdëruar Perëndin ton dhe duke lexuar Biblën dhe duke nderuar Zotin me çdo varg që lexojmë. Këtë e bëjmë për të nderuar Perëndin ton, kështu që mund të uleni, mund të zini vendet tuaja dhe do ta hapim Biblën te Mateu 8. Te Mateu kapitulli 8, që e ka radhën sot, dhe do të lexojmë për personat që janë të rinj në kish ose për herë të parë. Jemi këtu në Ungjillin e Mateut dhe Zoti Jezu Krisht po predikon mbretërinë e qejve, që konsiston në të mësuarit e ligjit të Mojsiut, të shpjeguarit të tij dhe të mësuarit se si duhej zbatuar ligji i Mojsiut fjalë për fjalë, dhe po ashtu në të njëjtën kohë Zoti po mësonte mbretërinë për ata persona, ndjekësit e Tij, që ata të fillonin të gëzonin lajmin e mirë të shpëtimit, të quajtur Ungjilli i përsosur i Zotit ton Jezu Krisht. Dhe kështu do të fillojmë në kapitullin 8 të Mateut, që thot se kur ai zbriti nga mali, turma të mëdha e ndiqnin. Në përgjithësi, malet që ndodhen atje afër Jeruzalemit, duke folur në aspektin fizik, duke folur për Jeruzalemin fizik, të atij territori, malet nuk janë shumë të larta. Në disa vende u thon kodrina. Dhe prandaj Zoti zakonisht ngjitej në mal sepse mund të ngjitesh lehtësisht në këmbë pas një sforco, pas një vështirësi, dhe ai gjithmonë ngjitej për të predikuar atje.
dhe atje njerëzit e ndiqnin. Dhe thot se Zoti zbriti një ditë pasi kishte predikuar fjalën e tij, sepse gjatë 3 viteve që ai ja kushtoi predikimit të ungjillit nuk pushoi asnjë ditë së punuarje, asnjë natë. Dhe thot se shumë njerëz e ndiqnin. Dhe në vargun 2 thot dhe ja një lebroz erdhi dhe e adhuroi, duke thënë: O Zot, po të duash, mund të më pastrosh. Dhe Jezusi e shtriu dorën, e preku dhe i tha: Dua, qofsh i pastruar. Do me thënë Zoti bëri mrekullin në atë qast, e pastroi nga lebra këtë njeri, sepse ky njeri në atë moment tregoi se kishte besim, se besonte dhe kishte besim te Zoti Jezu Krisht, sepse kishte dëgjuar mësimin e tij, predikimin e tij. Dhe prandaj i kërkoi që ta pastronte, sepse besoi në doktrinën që Zoti po predikonte. Besoi se ai personazh ishte një qenie e dërguar nga Perëndia. Dhe prandaj Zoti, duke njohur besimin e këtij personi, thot: Dua, dhe ti do pastrohesh. Thuhet se menjëherë lebra u zhduk plotësisht dhe Jezusi i tha lebrozit, i tha: Ruhu se ja tregon kujt, por shko, paraqitu te prifti dhe shpjer dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu si dëshmi për ta, për lebrozët. Thot si dëshmi për ta, për lebrozët. Dhe nëse ne shkojmë këtu te Levitiku 14, nuk do ta lexojmë sepse i gjithë kapitulli është shumë i gjatë, Levitiku 14, megjithatë nëse ju doni që Levitikut 14 t'i hidhni një sy, siç themi, për të parë ligjet që Perëndia kishte vendosur mbi lebrën ose mbi lebrozët. Kështu që këtu në Levitikun 14 nga vargu 1 deri te vargu 57, Zoti po flet për ligje rregullore në lidhje me lebrozët. Këtu në kohën e ligjit të Mojsiut, në periudhën e lashtësisë, një person që kishte lebër ishte sepse kishte mëkatuar. Sëmundja vinte për shkak të mëkatit. Lebra vinte për shkak të kryerjes së një mëkati shumë të rëndë, me siguri. Atëherë Perëndia i ndëshkonte njerëzit me lebër, dhe ata duhet të përmbushnin, të plotsonin një sër kërkesash, sepse Perëndia kishte mëshirë. Prandaj këtu në 14:1 thot: Dhe Zoti i foli Mojsiut dhe i thot: Ky është ligji lidhur me lebrozin për ditën e pastrimit të tij, ai do t'i çohet priftit. Atëherë këtu thuhet se prifti e nxjerr nga kampi, bën një sër ritualesh, i japin disa urdhërime, thot se e pastron, dhe se ky lebroz duhet i sjell gjithashtu një ofertë, një dhuratë Perëndis, disa zogjë, duhet të sjell disa bim, disa drunj, dhe që prifti të filloj të bëj një sër ritualesh për ta pastruar njeriun, dhe kjo merrte shumë kohë. Nuk shërohej brenda ditës, por ishte një proces i tillë sa që kemi këtu gjithë këto vargje që flasin për të gjitha kërkesat dhe gjërat që duhej të bënte prifti për t'ia pastruar lebrën këtij personi. Atëherë thot se duhet të sillte ofertën, ai që ishte i varfër duhet të sillte një qengj dhe 2 pëllum mbasi ofertë, dhe atëherë prifti i flijonte kafshët, ja vendoste gjakun lebrozit, mirë, bënte lutje, i kërkonte Perëndis, i urdhëronte të lahej, të ndërronte rrobat, që ditën e 8 të bënte këtë gjë, që ditën e 7 të bënte atë gjë. Pra, një sër kërkesash duhet të plotsonte lebrozi. Unë mendoj se duhet të ketë zgjatur shumë kohë procesi i pastrimit të lebrozit nga ana e priftit.
Atëherë këtu në fund, kur mbarojnë të gjitha kërkesat, thot, ky është ligji. Thot, ky është ligji për çdo plag të lebrës dhe të qeres. Për gjithçka që duhet të bëjnë këta persona që janë të sëmurë nga lebra. Thot, për lebrën e rrobave dhe të shtëpisë, për ëndjet, për puçrat dhe për njollat e shndritshme, për të mësuar kur një gjë është e papastër dhe kur është e pastër. Ky është ligji në lidhje me lebrën. Kështu që ju rekomandoj ta lexoni. Lexojeni të gjithë këtë që të kuptoni, po ashtu sa e vështirë ishte të merrej bekimi i Perëndis, sepse këta lebroz u bën të tillë për shkak të mëkatit, për shkak se kishin fyer, për shkak se kishin bërë shkelje përpara Perëndis. Zoti menjëherë i ndëshkonte me sëmundje, me lebër ose në mënyra të tjera po ashtu. Pra është shumë e rëndësishme ta lexoni këtë kapitull. Le të kalojmë te Mateu. Prandaj këtu Zoti Jezus, duke qenë se po u mësonte ligjin, ai po u shpjegonte ligjin, duke i thënë popullit, njerëzve, banorëve të Jeruzalemit, po u thoshte, ju kur nuk e keni zbatuar ligjin e Mojsiut, kur nuk e keni plotësuar, kur nuk i keni vënë në zbatim dekretet që Perëndia dha nëpërmjet Mojsiut, prandaj të gjithë ju jeni shkelës të ligjit, jeni borxhlinj ndaj Perëndis, sepse askush asnjëherë nuk e ka zbatuar, nuk ka asnjë që të ketë bërë vullnetin e Perëndis. Kështu thoshte Zoti. Prandaj këtu në vargun 4 të kapitullit 8 të Mateut, Zoti i thot lebrozit, shikoni sa e thjesht. Ishte mënyra me të cilën Zoti Jezu Krisht, si kryeprift që është gjithashtu, ai në atë moment ja pastroi lebrën këtij njeriu, e shëroi menjëherë pa që nevoja të bënte të gjitha ato kërkesa që kishte urdhëruar Mojsiu, sepse ishte Zoti, ishte vetë Zoti, vetë shpëtimtari, ndërmjetësi, pararendësi i shpëtimit, vetë Perëndia aty duke bërë këtë mrekulli. Prandaj ai nuk pati nevojë të fillonte të bënte të gjitha ato rituale që duhej të bëheshin, ai vetëm tha, dua qofshi pastruar. Thot se menjëherë u shërua. Dhe atëherë Zoti i thot, ruhu se mos ja tregon kujt, por po shko paraqitu te prifti, sepse kështu urdhëroi Mojsiu, dhe ti duhet të çosh dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu. Njerëzit e varfër sillnin 2 pëllumba dhe 1 qengj. Dhe thot se kjo ishte një dëshmi dhe një dekret që Perëndia ua kishte dhënë lebrozve. Atëherë tani e kuptojmë më mirë këtë varg. Kur Zoti thot atij, shko paraqitu te prifti, shpjer dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu si dëshmi për lebrozët. Dhe atëherë paraqitu te prifti që ai të shpall të pastër. Dhe në këtë mënyrë plotësohet ose ti përmbush një rregull të ligjit të Mojsiut duke bërë këto gjëra. Shumë e bukur është mënyra se si shohim këtu që Zoti po u shpjegonte ligjin për ta përmbushur me saktësi. Dhe sa e bukur është po ashtu, fakti ne sot shohim se ka shumë sëmundje dhe ndoshta sëmundja e lebrës ende ekziston sot, por ekzistojnë edhe sëmundje të tjera të pashërueshme, për të cilat ne duhet të lutemi dhe t'i kërkojmë Perëndis ton, Zotit, që të na shërojë dhe ai atëherë na shëron direkt. Menjëherë, faleminderit Zotit që sot nuk kemi më nevojë të shkojmë e të bëjmë të gjitha ritualet që duhej të bëheshin në ligjin e Mojsiut për të pasur një të mirë, një bekim nga ana e Zotit. Perëndia ynë menjëherë bën mrekullin, i bekuar qoftë emri i Zotit, faleminderit Perëndis ton. Mirë, tani do të vazhdojmë këtu sepse këtu Zoti Jezus gjithmonë prekte tema të ndryshme, u mësonte gjëra të ndryshme. Tu thot se Jezusi hyri në Kapernaum pasi kishte bërë mrekulli me siguri, ose nuk e dim nëse ishte në po atë ditë ose ndonjë ditë tjetër.
thot se kur Zoti hyri në Kapernaum, i erdhi pranë një kryeqindës duke ju lutur. Mirë, Kapernaum është një qytet i vendosur në bregun e detit të Galiles. Thot se i erdhi pranë një kryeqindës një oficer duke ju lutur duke thënë: O Zot, shërbëtori im rri shtrirë në shtëpi, i paralizuar dhe po vuan shumë. Të gjithë këta të sëmur, edhe në lashtësi kishte të sëmur me të njëjtat sëmundje, dhe kush duhet t'i bënte shërimet? Kryeprifti. Por i sëmuri duhet të shkonte atje në tempull te kryeprifti të paraqitej dhe në bazë të sëmundjes ai e urdhëronte të bënte ritualet. Pastaj kryeprifti bënte gjithçka që Perëndia ta shëronte personin, dhe kjo ishte diçka shumë e vështirë, dhe gjithashtu personi duhet të sillte ofertën e tij, dhe nëse jetonte larg, kishte njerëz që parapëlqenin të vdisnin atë gjendje sesa të ecnin aq larg për të parë nëse prifti do ta bënte mrekullin tek ata apo jo. Shumë gjëra ndodhen në lashtësi dhe prandaj populli humbi shumë bekime të Perëndisë nga neglizhenca, nga mosbesimi, nga ngurtësia e zemrës, nga dembelizmi, po ashtu sepse nuk donin mas të shkonin në Jeruzalem për të adhuruar Perëndin sepse ju dukej shumë larg. Atëherë ata nuk donin më të ecnin dhe as të udhtonin aq larg, kështu që në vendet ku jetonin, si rrugë më të lehtë, filluan të bënin perëndi, të bënin statuja, të besonin në idhuj, të kishin perëndi prej ari, prej argjendi, prej druri, prej guri ose pemët, dhe t'i adhuronin këto vetëm nga dembelizmi për të shkuar në Jeruzalem, në tempull, për të adhuruar Perëndin. E gjithë kjo ndodhi në lashtësi dhe prandaj Zoti Perëndia ynë u inatos shumë. Pra thot se ai paralizuar po vuante shumë, duke shfrytzuar faktin se kishte dëgjuar se Zoti Jezus po predikonte, po bënte vepra të fuqishme, shenja dhe mrekulli, atëherë ai tha, do të shfrytëzoj edhe unë këtë mundësi për t'i kërkuar atij mëshirë, dhe ishte shërbëtori i këtij kryeqindësi. Dhe Jezusi i tha: unë do të vi dhe do t'a shëroj. Zoti i tha kryeqindësit se ai do të shkonte dhe do t'a shëronte shërbëtorin e tij që ishte i paralizuar dhe i munduar nga frymra të liga. Dhe Jezusi i thot: po, unë do të vi. Atëherë kryeqindësi i thot: jo, Zot, unë nuk jam i denj që të hysh në çatin time. Jo, nuk dua që ti të shkosh në shtëpinë time. Zot, është larg dhe përveç kësaj ti nuk e pse e bën këtë. Thot: por thuaj vetëm një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet. Zoti u mrekullua. Nga çfarë u mrekullua? Nga cila gjë e kryeqindësit u mrekullua? Nga besimi. Në atë moment besimi. Ai i besoi Zotit. Besoi në predikimin e tij, besoi në dëshminë që Zoti po jepte. Po fliste dhe po u dëshmonte njerëzve që të besonin tek ai, dhe që ata të besonin, Zoti po ashtu duhej të dëshmonte dhe të tregonte shumë evidenca, shumë shenja dhe mrekulli që u kishin ndodhur më parë shumë njerëzve që ata të besonin, dhe Zoti bënte mrekulli dhe shërime që të gjithë njerëzit të shihnin, të dëgjonin dhe të besonin te Zoti. Faleminderit Perëndis ton. Prandaj sot po ashtu Zoti bën vepra të fuqishme, Zoti bën shërime, bën mrekulli, ruan dhe mbron shumë njerëz nga shumë rreziqe, i mbron, i ruan nga vdekja. Ju ruan jetën nga vdekja. Ka njerëz që janë midis jetës dhe vdekjes dhe Perëndia i ruan. Kështu që pikërisht aty ne kuptojmë se po predikohet fjala, se po ecim në rrugën e duhur dhe se po predikohet rruga e drejtë e Perëndis ton. Nëse nuk do të kishte shenja, nëse nuk do të kishte asnjë shenjë, ndonjë mrekulli, atëherë nuk do të besonim sepse do të thoshim të gjitha mbeten vetëm fjalë, por nuk shohim vepra, nuk shohim asgjë në realitet, por ne po i shohim lavdi Perëndis ton, besojmë te Zoti që ai është i njëjtë dje dhe sot. Pra ky Perëndi i yni, i cili para më shumë se 2000 vitesh po predikonte të gjitha këto,
Ai edhe sot bën të gjitha këto mrekulli në jetën tona. Besojmë në të, kështu që ky kryeqindës e dëgjoi Zotin dhe e besoi. Dhe i tha, thuaj vetëm një fjalë, mjafton që ti të thuash një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet. Nuk është e nevojshme që ti të vish në shtëpinë time. Thot, sepse edhe unë jam një njeri nën urdhrin e të tjerëve dhe i kam ushtarët nën vete. Dhe i them dikujt shko dhe ai shkon. Dhe i them një tjetri eja dhe ai vjen. Dhe i them shërbëtorit tim bëje këtë dhe ai e bën menjëherë. Kështu që ashtu siç unë jam një njeri nën urdhrin e të tjerëve, kam shërbëtorët e mi që më binden, ti Zoti im, je Zoti. Ti je mbreti, ti je më i larti, i dërguari Perëndis, je profeti, je kryeprifti. Dhe prandaj të them, vetëm thuaj një fjalë, sepse ty do të binden, të gjithë do të binden. Jo vetëm qenjet njerëzore, por edhe ato frymra të ajrit, të errësirës, do të dëgjojnë, do të respektojnë dhe do të nënshtrohen ty. Kjo ishte ajo që ai njeri donte t'i thoshte Zotit, lavdi Perëndis ton, dhe thot se Jezusi kur i dëgjoi këto fjalë, këtë përgjigje të këtij njeriu, të këtij kryeqindësi, thot se u mrekullua dhe u tha atyre që e ndiqnin, në të vërtet po ju them se as në Izrael nuk gjeta një besim aq të madh. Pse Zoti tha as në Izrael? Ai ishte në Izrael, ai ishte në Jeruzalem, në kryeqytetin e Izraelit. Kush ishte kryeqindësi? Ishte romak. Ai ishte romak, ishte një i huaj, ishte një pagan, i huaj, jo hebre, romak. Ky ishte ai. Dhe ai besoi Zotit. Dhe prandaj Zoti u mrekullua, Zoti Jezu Krishti u mrekullua, as në Izrael nuk gjeta një besim kaq të madh sa ai që ka ky njeri. Thot, po ju them se shumë do të vinë nga lindja. Shikoni këtë varg që thot shumë gjëra. Thot, po ju them se do të vinë shumë qenie njerëzore, do të shtoja unë, nga lindja dhe nga perëndimi, dhe do të ulen në tryez me Abrahamin, dhe unë do të thoja edhe nga veriu, edhe nga jugu, i rruzullit toksor. Sepse rruzulli toksor ka veri, jug, lindje, perëndim, dhe këtu unë do të thoja se nga të katër, si quhen vëlla? Nga të katër pikat kardinale, do të vinë, thot këtu Zoti, dhe do të ulen me Abrahamin, me Isakun, me Jakobin, ku? Në mbretërinë e qejve. Kur Zoti e bën këtë premtim, ky premtim nuk ishte i përfshirë në ligjin e Mojsiut. Në ligjin e Mojsiut, Perëndia kishte zgjedhur vetëm një komb që quhej Izrael. Dhe atyre u kishte dhënë ligjet dhe u kishte thënë zbatoni të gjitha këto ligje sepse ju do të jeni populli im i zgjedhur, populli im i vetëm, një popull që do të jetë shembull për shumë kombe. Por kur nuk ndodhi kështu. Por duke qenë se Zoti e dinte se kjo nuk do të ndodhte, prandaj ai po tha, unë do të formoj popullin tim Izrael në të ardhmen me Mesian, do të formoj popullin tim Izrael të përsosur, popullin tim Izrael qellor, shpirtëror, dhe nuk do ta formoj vetëm me një grup personash këtu nga Izraeli. Do ta formoj me burra dhe gra ose me njerëz që banojnë në jug, në veri, në lindje dhe në perëndim të rruzullit toksor. Lavdi Perëndis ton. Ky është premtimi i madh i Zotit. Ai na përfshiu edhe ne paganët, ne të huajt, që nuk i përkisnim popullit Izraelit, që nuk i përkisnim popullit Jude. Por Zoti këtu bëri premtimin e tij të mrekullueshëm. Po ju them se do të vinë shumë do të vinë
nga këto pika të ndryshme kardinale të rruzullit toksor dhe do të ulen me Abrahamin, i cili ishte i pari të cilit Perëndia i bëri atë premtim të madh. Perëndia i tha Abrahamit, ti do t'jesh babai i një shumicë kombesh. Sigurisht që po, sepse njerëzit që vinë nga të gjitha anët e rruzullit toksor janë njerëz nga shumë kombe. Dhe aty do të përmbushet, dhe tani po përmbushet, po fillon të përmbushet ai premtim se Abrahami do të ishte babai i një shumicë kombesh. I bekuar qoftë Zoti. Do të ulen gjithashtu me Isakun dhe Jakobin, sepse Perëndia të njëjtin premtim që ja bëri Abrahamit ja tha edhe Isakut dhe Jakobit, dhe thot se të gjithë do të jenë në mbretërinë e qejve. Kjo është ajo që ne sot po predikojmë. Ne sot po luftojmë për të vazhduar dhe duam të vazhdojmë në këtë rrugë. Sepse ne duam t'i përkasim mbretërisë së qejve, jo mbretërisë toksore, por asaj të qejve, i bekuar qoftë emri i Zotit. Pastaj këtu thot Zoti në vargun 12, thot, por bijtë e mbretërisë do të flaken në errësirat e jashtme. Në atë moment, kujt po i referohej Zoti Jezu Krisht, cilët ishin bijtë e mbretërisë? Populli i Izraelit. Më pëlqejnë ata që lexojnë Biblën. I përgëzoj lexuesit e Biblës. Por bijtë e mbretërisë, ata, populli i Izraelit, që ishin të parët që ishin zgjedhur, thot do të flaken në errësirat e jashtme. Atje do të jetë e qara, vajtimi, kërcëllimi i dhëmbëve, trishtimi, vajtimi, hidhërimi, të gjitha këto do të jenë atje. Falenderojmë Perëndin ton, ne nuk po gëzohemi për faktin që ata e humbën atë bekim të Zotit ose atë titull. Ne gëzohemi për faktin që Zoti na ka parë me sy mirësie dhe që jemi këtu në praninë e Tij, i bekuar emri i Tij, ndër shekuj. Aleluja. Dhe Jezusi i tha kryeqindësit, i thot Jezusi, shko në shtëpinë tënde dhe tu bëft ashtu si besove. Dhe shërbëtori ti u shërua që në atë çast, sepse thuhet se në një ungjill tjetër thuhet se kur ky person arriti në shtëpi e gjeti shërbëtorin të shëruar. Zoti e shëroi menjëherë. Faleminderit Perëndis ton, Perëndia jeton. Perëndia është një Perëndi i gjallë dhe i fuqishëm. Ai flet, foli dje, flet sot dhe do të flas për jetë. Lavdi Zotit. Pastaj thuhet këtu një ngjarje tjetër në vargun 14. Thuhet se më pas, mirë, nuk e dim nëse ishte pas kësaj apo në ndonjë ditë tjetër, thot, dhe Jezusi erdhi në shtëpinë e Pjetrit. Sepse ne këtu nuk po lexojmë rendin kronologjik të jetës së Zotit Jezu Krisht, po lexojmë mrekullitë dhe shenjat e Tij, ato që apostujt dhe dëshmitarët pan, dëgjuan dhe treguan për atë që bëri Zoti, të ndihmuar nga fryma e shenjtë, sigurisht. Atëherë, në një rast tjetër thot, dhe Jezusi erdhi në shtëpinë e Pjetrit. Po e them edhe një herë, ndoshta kjo nuk është një vazhdimsi e asaj që sapo lexuam, ndoshta mund të ketë qenë në një ditë tjetër, në një rast tjetër, por ideja është se thuhet se Jezusi erdhi në shtëpinë e Pjetrit dhe pa që vjerra e tij, e Pjetrit, ishte e shtrirë me ethe, dhe ja preku dorën dhe ethet e lanë, dhe ajo u ngrit dhe u shërbeu atyre. Aty Zoti bëri një mrekulli tjetër, sepse ai po u tregonte njerëzve që e ndiqnin dhe dishepujve të Tij, po u tregonte se ai kishte fuqi, dhe se ai kishte autoritet, dhe se ai ishte i dërguar i Perëndis, dhe se të gjithë duhet t'i besonin atij dhe të besonin doktrinën e Tij. Dhe thot, dhe kur u ngrys, i sollën Zotit shumë të demonizuar, do me thënë shumë burra, ose gra, ndoshta edhe gra, të mbushur me frymra të liga, të mbushur me demon. Këta demon banonin te personat, ajo që sot quhet demenca, njerëz që janë me demencë, që kanë humbur arsyen, njerëz që janë të pa ekuilibruar, njerëz që vuajnë nga paraliza.
që kanë kaq shumë sëmundje që nuk i lën të flasin, nuk i lën të dëgjojnë, nuk i lën të arsyetojnë, nuk i lën të lëvizin. Të gjitha këto janë frymra të këqija që vinë dhe pushtojnë trupin e personit, qoftë personi rritur apo fëmijë, dhe pastaj e lën të paralizuar, e lën të shtrirë aty. Dhe kjo ndodhi dhe thot se i sollën atij shumë njerëz me këto frymra, me këta demon, dhe me fjalën e Zotit Jezus thot, dhe me fjalën i dëboi frymrat dhe i shëroi të gjithë të sëmurët, lavdi Zotit. Pra mjaftoi urdhri i Zotit që të përmbushej e thona përmes profetit Isaia. Kur ai profetizoi, Isaia e profetizoi këtë, kjo është Isaia 53:4, dhe profecia thot, ai i mori lëngatat tona dhe i mbarti sëmundjet tona. Pra ky është citimi biblik që profetizoi Isaia, dhe këtu Zoti Jezu Krisht po e përmbushte këtë fjalë profetike. Faleminderit Perëndis ton. Dhe këtu vazhdojmë në vargun 18, thot, por Jezusi, duke parë rreth tij turma të mëdha, urdhëroi që të kaloni në bregun tjetër, dhe atëherë një skrip ju afrua, e imagjinojmë se sa e madhe ishte turma që shkonte pas Zotit. Njerëzit duke thënë Zoti po bën mrekulli, dhe të gjithë vinin duke sjellë të gjithë të sëmurët, të gjithë njerëzit e sëmur ose me frymra të liga, me sëmundje fizike, sido që të ishin, të gjithë vinin dhe Zoti i shëronte të gjithë. Sepse këtu nuk janë shkruar të gjitha ato mira apo miliona mrekulli që Zoti bëri në atë kohë. Atëherë thot se një skrip ju afrua dhe i tha, mësues, do të ndjek kudo që të shkosh. Dhe Jezusi tha, dhelprat kanë strofka, dhe zogjtë e qellit qerdhe. Por biri i njeriut, do me thënë mësuesi që është këtu para teje, që ti po më thua se do të më ndjekësh kudo që unë do të shkoj, thot, nuk ka asku ta mbështet kokën. Zoti nuk ishte prona sepse Zoti erdhi për të predikuar, për të dhënë lajmin e mirë të shpëtimit, dhe Zoti nuk ishte interesuar për të pasur pasuri toksore, sepse në të vërtet ai dukej si qenie njerëzore, por nuk ishte. Ai nuk ishte një qenie njerëzore që kishte nevojë për prona, as për të pasur një tokë dhe për të ndërtuar një shtëpi. Ai erdhi për të bërë atë që duhej bërë, për të predikuar, për të mësuar, dhe më pas u kthye në qell, atje ku gjithmonë ka qenë froni i tij, banesa e tij, lavdi Perëndis. Misteri i madh është kur thuhet se ai mori mish dhe u bë si një njeri, si një qenie njerëzore. Është një mister, por ne besojmë, sepse duhet ta besojmë atë që Zoti na mëson, atë që ai na thot, dhe të mos e vëmë në dyshim dhe as të mos pyesim më shumë gjëra, të mos themi më shpjego teorikisht këtë dhe atë dhe ma mëso. Jo, atëherë Zoti thot këtij njeriu, shiko, mësuesi yt nuk ka asku të mbështet kokën. Ai nuk ka prona, sepse Zoti nuk ishte nevojë për to, por qenjet e tjera njerëzore, pjesa tjetër e njerëzve, po ka nevojë të kenë një vend ku të mbështetin kokën, ku të jetojnë, sepse janë njerëz. Por Zoti ai nuk ishte nevojë për këtë, sepse ai nuk ishte një qenie njerëzore si çdo qenie tjetër njerëzore. Pastaj një tjetër nga dishepujt e tij i tha, o Zot, më jep më parë leje të shkoj të varros atin tim, duke i dhënë të kuptuar, Zot, unë do të ndjek, dua të jem dishepulli yt, por unë duhet të pres si fillim që babai im të vdes për ta varrosur, sepse ligji Mojsiut thot se fëmijët duhet të nderojnë dhe të kujdesen për prindrit e tyre. Prandaj unë duhet të pres që babai im të vdes, që ta varros dhe t'i lë gjërat në rregull. Në këtë mënyrë, unë do të ndjek, ty Zot, do të ndjek. Dhe Zoti i thot këtu, le ta lexojmë përsëri vargun 21.
Pastaj një tjetër nga dishepujt e tij tha: "O Zot, më jep më parë leje të shkoj të varros atin tim." Dhe shikoni si i përgjigjet Zoti. Zoti i tha: "Më ndiq." Dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e vet, duke i dhënë të kuptuar se ky njeri që u ofrua për ta ndjekur Zotin, kishte familjar të tjerë, ndoshta kishte vëllezër, motra, kishte xhaxhallar, halla, mirë, kishte familjar të tjerë dhe ata nuk kishin qenë të interesuar për të njohur Zotin, nuk u interesoi të dëgjonin fjalën e Perëndis. Me siguri ata kishin dëgjuar se Zoti predikonte mbretërinë dhe se bënte mrekulli dhe ata thanë jo, ne jemi të ligjit të Mojsiut dhe askush nuk do të na nxjerrë nga ligji. Atëherë vetëm njëri shkoi dhe ndoqi Zotin. Dhe prandaj Zoti i thot, lëri të vdekurit, do me thënë familjen tënde, që është e vdekur për Perëndin, sepse nuk kanë dashur të vinë të dëgjojnë fjalën time, doktrinën time, nuk kanë dashur të vinë të marrin bekim nga qelli. Prandaj janë të vdekur për Perëndin, lëri ata. Si familjarët e tu, ata do të varrosin babain tënd kur ai të vdes, ata do të kujdesen për këtë dhe do të varrosin babain tënd dhe ti nuk do të kesh asnjë faj. Lëri sepse edhe ata duhet të përmbushin këtë detyrë. Kjo ishte ajo që ndodhi. Prandaj Zoti i thot, më ndiq dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e vet. Mirë, aty Zoti dha mësimin, i foli këtij njeriu, nuk e dim nëse ai e ndoqi Zotin apo nëse u tërhoq ose nëse ndroi mendje, nuk e dim. Ideja është se Zoti dha mësimin e doktrinës. Faleminderit sepse kjo është ajo që ne duam, që Zoti të na mësojë doktrinën dhe që ne të mësojmë dhe të ndjekim rrugët e tij. Vazhdojmë këtu në vargun 23. Thot, dhe mbasi ai hipi në bark, nuk e dim nëse në të njëjtën ditë apo në ndonjë ditë tjetër, dhe mbasi ai hipi në bark, dishepujt e tij e ndiqnin. Dhe ja, që u ngrit në det një stuhi aq e madhe sa valët po e mbulonin barkën, por Zoti Jezus po flinte. Shohim se ai sillej si qenie njerëzore. Dhe dishepujt e tij ju afruan dhe zgjuan duke i thënë: "O Zot, na shpëto, po humbasim." Dhe ai u tha atyre: "Pse keni frikë, o njerëz besim pak?" Dhe pasi u ngrit, qortoi erërat dhe detin, dhe u bë bunacë e madhe. Por Zoti i kritikoi ata: "Pse keni frikë? Pse nuk keni besim?" Çfarë ndodhi këtu? Ata kishin parë të gjitha mrekullitë dhe shenjat që Zoti kishte bërë, po shihnin mrekullitë që ai bënte. Dhe pas të gjitha këtyre, ata akoma nuk besonin se Zoti ishte ajo qenie kaq e rëndësishme nga ana e Perëndis, i dërguari i Perëndis, biri i Perëndis aty. Ata sikur ende nuk mund ta përvetësonin këtë doktrinë, nuk mund ta kuptonin. Dhe prandaj në atë moment kur valët po përplaseshin me njëra tjetrën, ata u mbushën me frikë, u ndjen vetëm, sepse në atë çast nuk besuan se ata ishin bashkë me një person të rëndësishëm, se ata ishin me birin e Perëndis, me të dërguarin, me shpëtimtarin. Ata nuk e kuptuan. Frika ishte më e madhe se besimi, ose frika ishte më e madhe se të gjitha ato qindra shenja dhe mrekulli që ata vetë kishin parë, për të cilat ishin dëshmitar. Dhe prandaj Zoti u tha: "Pse jeni njerëz besim pak?" Ne sot, vëllezër dhe motra, kemi parë shumë prej nesh, ne që kemi shumë vite në kish, kemi parë dorën e Perëndis, kemi parë fuqinë e Perëndis, mrekullitë e tij, shërimet e tij. Kemi qenë dëshmitar se Perëndia na ka bërë premtime dhe ato janë përmbushur. Kemi qenë dëshmitar të gjitha mrekullive që Zoti u ka bërë shumë njerëzve. Kështu që nëse ne sot na ndodh diçka e keqe e ngjashme me këtë, një anije që mbytet, ne duhet të besojmë te Zoti dhe të kapemi fort pas lutjes dhe t'i thërrasim Zotit: "Zot na ruaj, na shpëto, shiko stuhin, shiko uraganin, shiko çdo gjë që ndodh."
Jeta ime është në rrezik, por ti më ke bërë kaq shumë premtime, Zot, unë besoj se nuk do të vdes tani, ti do të më ruash, por ne nuk do të dyshojmë te Perëndia. Përkundrazi, do të besojmë në fuqinë e Perëndisë, ai do të na shpëtojë dhe do të na ruaj. Përse? Sepse kemi qenë dëshmitar të gjithë fuqisë së Perëndisë të shfaqur tek shumë njerëz, prandaj. Mirë, atëherë Zotit nuk i pëlqeu kjo dhe thuhet se i qortoi. Dhe njerëzit u mrekulluan pasi Zoti bëri që të binte bunaca e madhe, thot, atëherë njerëzit u mrekulluan dhe thoshin, kush është ky, të cilit po i binden deti dhe erat? Pra këta njerëz ishin njerëzit që e ndiqnin Zotin, por ndoshta edhe dishepujt, të cilët e kuptuan se Zoti kishte bërë mrekullin dhe se ata vetë kishin pasur frikë në atë moment. Pra kush është ky të cilit po i binden deti dhe erat? Ende shumë njerëz nuk besonin, dëgjonin, donin që Perëndia t'u bënte mrekulli, shenja, por të besonin dhe të kishin bindje, këtë jo. Dhe kjo është e trisht, dhe sot ka shumë njerëz që kanë shumë vite në kish, që e kanë parë dorën e Perëndisë dhe fuqinë e Perëndisë të shfaqur në shumë mënyra, dhe megjithatë ende dyshojnë, ende nuk besojnë, madje ende janë akoma në gjendje të kthehen mbrapa, të largohen, të kthehen përsëri në botë për të jetuar në botën e tyre për të kryer mëkat. Kjo është shumë e trisht dhe e dhimbshme. Unë mendoj se një njeri i tillë do të ishte shumë mosmirnjohës ndaj Perëndisë. Kështu do të ishte. Këtë bëjnë shumë njerëz mosmirnjohës, por ne këtu po luftojmë dhe nuk duam të jemi të tillë. Ne duam të jemi të fortë dhe të vazhdojmë të ecim përpara dhe të qëndrojmë në këmbë për të lavdëruar Perëndin ton sepse ai e meriton dhe për ta falenderuar dhe nderuar atë. Dhe kur ai arriti në bregun tjetër, në krahinën e Gergesenasve, Zoti Jezus, edhe ata duke qenë se po udhtonin në bark, thuhet se arritën në breg në tokën e Gergesenasve, i dolën para dy të demonizuar që kishin dalë nga varret. Mirë, këtu thot dy të demonizuar, ndërsa në librin e Markut, mendoj ose te Luka, thuhet se ishte një i demonizuar, por logjikisht unë mendoj se ishte një i demonizuar, them sipas logjikës time, por këtu thuhet se i dolën para dy të demonizuar, në librin tjetër thuhet një i demonizuar që kishin dalë nga varret, aq të tërbuar sa që askush nuk mund të kalonte në atë udhë. Dhe ja filluan të bërtasin duke thënë, çka midis nesh dhe teje, Jezus, biri i Perëndis? A ke ardhur këtu të na mundosh para kohe? Sepse ishin demonët ata që po i flisnin Zotit. A ke ardhur këtu për të na munduar para kohe? Pra, unë them se ishte vetëm një, sepse në një nga librat thuhet se ishte vetëm një, sepse po të kishin qenë dy persona, plotësisht të mbushur me demon, ata nuk do ta kuptonin njëri tjetrin dhe do ta vrisnin njëri tjetrin, ose njëri do të vriste njërin ose tjetri do të vriste tjetrin. Por dy të demonizuar bashk, kur as njerëzit e arsyeshëm, personat, qenjet njerëzore kur janë të arsyeshëm, me mendje të shëndosh dhe jetojnë së bashku dhe kanë debate, sepse ka shumë debate, keq kuptime, pa kënaqësi, zënka, grindje, apo jo, fyerje, madje ndonjëherë bëhen edhe fizikisht agresiv dhe godasin njëri tjetrin me grushte apo me çfarë do qoftë, duke folur për dy njerëz që jetojnë bashk. Nëse nuk ka mirëkuptim mes dy personave të arsyeshëm me mendje të shëndosh, si do të ishin dy persona të mbushur me demon, me demencë që nuk arsyetojnë? Rindot bashk? Jo, nuk do të kishte mirëkuptim, nuk do të kishte unitet. Jo. Atëherë këtu nuk do të themi se është një gabim i Biblës. Jo. Ne e dim se të gjitha këto janë një përmbledhje dëshmish nga njerëzit dhe nga dishepujt që pan, dëgjuan dhe ecën me Zotin dhe që pan mrekullit dhe se cili person pa dhe tregoi në mënyrën e tij atë që pa, atë që dëgjoi. Dhe kjo është shumë normale dhe e natyrshme. Për shembull, nëse ndodh një aksident ose nëse një person fillon të qellojë një tjetër me armë, atëherë thrasin dëshmitarët. Secili dëshmitar thot diçka ndryshe. Përse? Sepse një dëshmitar pa një person, tjetri pa tjetrin, një tjetër pa atë që qellonte, një tjetër pa atë që vdiq, pa çfarë bën me të, dhe kështu me radhë, secili person ka një version ndryshe të ngjarjes. Atëherë prandaj, kjo është mënyra ime e të menduarit që ishte vetëm një
i demonizuar dhe këte e gjejmë te Marku dhe te Luka. Te Marku, aty thuhet se ishte vetëm një, që kur ju ta lexoni mos u shqetësoni, mos dyshoni, mos vini në dyshim, në pikpyetje, është thjesht informacioni që secili person pa, atëherë sipas këtij informacioni dukej sikur ishin dy, por ishte një. Por ideja është se ngjarja ishte reale, ishte e vërtet, nuk është gënjeshtër, dhe thot se këta demon i bërtisnin Zotit duke i thënë, a ke ardhur këtu për të na munduar? Dhe thot se, por jo larg tyre ishte një tufë e madhe derrash, dhe demonët ju lutën duke thënë, në qoftë se na dëbon, na lejo të shkojmë në tufën e derrave, thuhet në vargun 31. Atëherë demonët i flisnin Zotit dhe i thoshin, nëse do të na dëbosh nga ky trup ku po jetojmë, na lejo të shkojmë te derrat dhe të hymë te këta. Dhe Zoti u tha, shkoni. Kështu ata pasi dolën hynë në tufën e derrave, çfarë ndodhi me derrat? Thot se e gjithë tufa e derrave u hodh nga gremina në det dhe u mbyt në ujë. Përse, çfarë ndodhi? U çmendën kafshët e gjora, derrat e gjor me ata demon të fortë, të fuqishëm, sepse supozoj se ishte një legjion, një ushtri, frymra të liga, një legjion rreth 2000 demon ose frymra të liga që hynte derrat dhe i çmendën dhe gjithsesi u hodhën në det dhe atje u mbytën dhe demonëve ju desh përsëri të dilnin nga derrat sepse derrat u mbytën. Dhe me që frymrat e liga duan të jenë brenda një materie të gjallë dhe demonët zgjedhin qenjet njerëzore për të jetuar tek ato, sepse me qenjet njerëzore ndihen me më shumë lumturi. Pra këtu me derrat, sako që derrat do të jetonin, demonët do të kishin qenë pak më të qetë dhe në paqe, demonët, por duke qenë se derrat u çmendën, u mbytën dhe demonët gjithsesi mbetën në errësirë, në humner, në hapësirë, duke vuajtur dhe duke u munduar. Kjo ishte ajo që ndodhi. Dhe këtu në vargun 33 thot, dhe ata që i kullotnin morën arratin, do me thënë të zotët e tufës së derrave. Dhe kur shkuan në qytet treguan gjithçka. Shikoni, ata ishin dëshmitar dhe erdhën në qytet treguan gjithçka që pan dhe dëgjuan, edhe atë të demonizuarve. Dhe ja gjithë qyteti i doli përpara Jezusit, dhe kur e pan, ju lutën që të largohej nga krahina e tyre, i thanë, shiko, largohu nga këtu, sepse këtu do të na shkatrosh. E imagjinoj të Zotin e derrave, apo jo? I Zoti i derrave, pronari i derrave, thot ti më shkatrove. Shiko tufën time të derrave, tani falimentova, beta pas gjë, ik nga këtu. Si do të kenë qenë njerëzit? Si ishin njerëzit në atë kohë kaq mos mirënjohës, sa që nuk u interesonte vepra e Perëndis, mrekullitë e Zotit, ato që Zoti bënte nuk u interesonin, por donin gjërat materiale të jetës dhe po vajtonin për humbjen e derrave. Dhe thoshin largohu nga këtu. Jo, ne nuk mund ta përçmojmë Perëndin ton. Perëndia ynë është i pari në jetën tonë. Duhet ta kërkojmë atë Perëndi të gjallë dhe të fuqishëm që flet, atë Perëndi që i foli Abrahamit, që i bëri premtime, atë Perëndi që u shfaq në atë kohë më shumë se 2000 vjet më parë, Zoti duke bërë mrekullitë e tij dhe shenjat e tij, edhe sot Zoti u shfaqet shumë njerëzve në ëndra, në vegime, në profeci, u jep zbulesa. Ai u flet njerëzve, u tregon rrugën, i nxit të vazhdojnë dhe t'i besojnë Zotit që të fitojnë jetën e përjetshme. Këtë bën Perëndia ynë, prandaj ne le të bëjmë vullnetin e Perëndis ton. Le t'i pëlqejmë Perëndis ton, le ta duam Perëndin ton me gjithë zemër, le ta duam dhe të ta ndjekim Zotin. Dhe ju që nuk mblidheni në kish, ju ftoj që të shkoni në kish, të shkoni në mbledhjet e kishës, që Perëndia t'ju flas.
dhe që ju të keni këto përjetime të mrekullueshme që jetohen me Perëndin ton të gjallë dhe të fuqishëm. Do të lutemi, Atë qellor, Atë i shenjtë, të falenderojmë Zot. Të falenderojmë sepse jemi të privilegjuar, jemi përpara Teje. Po njohim rrugët e Tua. Po na afton fryma e shenjtë kur na thot të vazhdojmë të ecim përpara, të mos dekurajohemi, që të jemi të fortë, të jemi trima, të ngrem kokën ton lart dhe të vazhdojmë të ecim përpara, të fortë në rrugën e drejtë, pa u kthyer në asnjë anë dhe pa parë mbrapa dhe as anash, por të vazhdojmë derisa të arrijmë në fazën e fundit të kësaj gare. Dhe atëherë Ti do të na presësh atje në jetën e përjetshme, lavdi emrit Tënd. Faleminderit Zot, këtë duam Atë shenjtë, këtë duam. Ne duam të vijmë shumë njerëz, duam të vinë mira e miliona njerëz nga milionat që janë në botë, Zot. Folu të gjithë atyre, çoj ata në mbretërinë Tënde. Dhe neve na jep ato fuqi, ato autoritet, ato dhunti, ato mbështetje, që ne të mund të fitojmë shumë shpirtra për Ty, shpirtra për mbretërinë e qejve. Faleminderit Zot. Tani Atë i shenjtë të kërkoj mëshirën Tënde, dashurinë Tënde, për personat, për të gjithë ata burra dhe gra të çdo moshe që kanë sëmundje fizike, ka sëmundje të ndryshme, ka sëmundje të pashërueshme, sëmundje që të çojnë menjëherë në vdekje. Dhimbje që njerëzit i vuajnë për shkak të sëmundjeve. Zot, shëroj, qofsh Ti duke shëruar të gjitha sëmundjet tona, ashtu siç është shkruar, ashtu siç premtove se Ti do të mbartje sëmundjet tona, se Ti do të shëroje dhe do të hiqje dhimbjet tona. Shtrije dorën Tënde të fuqishme, bëj mrekulli dhe shenja, Zoti im. Shfaqu njerëzve që të besojnë se Ti je, se Ti ekziston dhe se Ti meriton derin, lavdin dhe përlëvdimin. Gjithashtu Zot, prish magjit, qorto çdo frymë të keqe, çdo demon, magji, mallkime, qorto Zot dhe çliro gjithsecilin, çliro dhe pastro çdo person. I bekuar qoftë Zoti. Të falenderojmë Zot, faleminderit për mëshirën Tënde dhe për dashurinë Tënde. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Faleminderit Perëndis ton, nderi, lavdia dhe përlëvdimi qofshin për të. Shumë faleminderit të dashur vëllezër dhe motra, Zoti ju bekoft. Shihemi së shpejti, puthja për fëmijët dhe një përqafim për të gjithë ju, Zoti qoftë me ju. Faleminderit.